ka dashur që të përballet me realitetin, ajo që ka kërkohet edhe si pjesë vendimmarrëse politike, siç duket, ndoshta është e përsëritur, por kjo është logjika e lëvizjes dhe vendosjes. Imponimi, diktati, ashtu siç funksionojnë brenda partisë vet, mendojnë që duhet të gjithë skena politike ose subjekte tjera t'i nënshtrohen. Kjo është e papranueshme, nuk ka logjik. Këtu nuk jemi për dëshira personale dhe ambicie personale të individëve të caktuar. Këtu jemi për t'ju shërbyer qytetarëve dhe të përbërë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Nuk ka prishmëri, nuk ka asgjë prishmërie, vetë deklarimet e zotit Kurti tregojnë që ai nuk është interesuar për formimin e institucioneve të reja, ashtu siç nuk ka qenë interesuar 4 vite të marrë përgjegjësi dhe të jetë tamam kryeminist i Republikës së Kosovës, më shumë ju ka shërby militantëve të Facebookit, dhe kjo është edhe gjendja edhe ekonomike, por edhe në përgjithësi edhe integruese e Republikës së Kosovës fatkeqësisht me këtë qeveri e cila do duhet ishte në dorëheqje, por nuk po di ma janë deputet apo janë ministra apo kryeministë. Edhe nëse beson se nuk e voton askush Albin Haxhiu, le të sfidohet me votimin e fshat. Po kjo është tepër e parëndësishme të thuhet, ne nuk jemi këtu për të sfiduar, ne jemi këtu për të bërë zgjidhje. Këto lojë fjalësh, po e them edhe një herë, këto janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka gjarat e ne, pse nuk e zgjedh atëherë kryetaren ose kryetarin e kuvendit. Andaj më shumë është demagogji, është populizëm sa për të shpërlar vetveten, se sa për të bërë zgjidhje. Nëse janë gjarat e ne deputet që janë të gatshëm ta zgjedhin kryetarin të cilin e ka propozuar lëvizja vendosje, atëherë mund të ndodhë. Ne shohim që nuk po ndodh dhe nuk janë ata numra. Për ato tema tjera, marrëveshje tjera, e thash edhe një herë, por për përsëritje është në logjikën e njëjtë të funksionimit të lëvizjes vendosje. Pra